Aksioni për lirimin e hapësirave publike në vijën mbretërore të Lezhës është rritur tashmë në plazhin e Tales pas ndërhyrjes të pashme në zonën e Shëngjinit. Gjatë kontrollit të ushtruar nga strukturat përgjegjëse vendore, janë evidentuar një sër shkeljesh nga subjekte private që operojnë në këtë zonë. Sipas dhënave zyrtare, 3 biznese rezultojnë në shkelje të ligjit, duke ushtruar aktivitet pa dokumentacion nevojshëm dhe duke zënë në mënyrë të paligjshme hapësira publike në plazh. Në kuadër të masës ndërmarra, autoritetet kanë sekuestruar dhjetra çadra dhe shezlongë të vendosur pa leje, ndërsa ndaj subjekteve janë marrë masë administrative. Kryeinspektori i Policisë Bashkiake në Lezhë, Leonard Pala, i bëri ditësh se aksioni do të vijojë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit turistik, me fokus parandalimin e çdo forme abuzimi me hapësirat publike dhe garantimin e zbatimit të ligjit nga të gjithë operatorët. Gjatë monitorimit të Bregdetit Tales, kemi konstatuar disa shkelje nga disa subjekte që s'kan kontratë as me Lezhë Invest dhe nuk kanë pajisur mas një dokument për shfrytëzimin e hapësirës publike. Nga ana jonë po merren masat e xhobave dhe sekuestrimi i çadrave dhe shtazlloneve. Ky aksion do të jetë çdo ditë deri në lirimin e gjitha hapësirave që janë dedikuar për qytetarët dhe për pushuesit. Autoritetet vendore theksojnë se kontrolli do shtrihen gjithë vijën mbretërore nga ana Hellun deri në Kunen, me qëllim garantimin e aksesit të lirë në plazhe për qytetarët dhe pushuesit, si edhe rritjen e standardeve gjatë gjithë sezonit veror.